Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në hutben para gjelsas kisha përmendur standardet e mirënjohjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam si në veprat e tij ashtu edhe në porositë e tij. Edhe sot do të flas në të njëjtën vazhd. Duke tërhequr vëmendjen drejt mirënjohjes ndaj Allahut të lartësuar, profeti sallallahu alaihi wasallam udhëzoi që njeriu të jetë mirënjohës edhe për gjërat më të vogla. Kështu Hazrat Enes bin Maliku transmeton se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: Zoti kënaqet nga vepra e robit të tij kur robi ha një kafshat e falenderon Zotin për të, ose kur pi një gëllënk e falenderon Zotin për të. Po kështu Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon se një ditë profeti sallallahu alaihi wasallam hyri në shtëpi dhe pa një copë buke të hedhur. Profeti e mori atë copë buke, e pastroi dhe e hëngri. Pastaj tha: O Aisha, respektoje gjën e nderuar. Kur Zoti ja heq këtë begati ndonjë populli, ajo nuk u kthehet më. Pra, kjo ishte vepra e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai vetë falenderonte Zotin edhe për gjërat që në dukje dukeshin shumë të vogla. I falenderonte begatitë e tij dhe për këtë i këshillonte edhe familjarët e tij. Prandaj, nëse dëshirojmë begati e bereqet në rizkun ton, duhet të falenderojmë Zotin e Madhërisëm për çdo begati të tij. Hazrat Ibn Abasi transmeton se ditën e çlirimit të Mekës, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shkoi në shtëpinë e kushirires së tij, Ummu Hani bint Abi Talib. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i uritur. I tha: "A ke ndonjë gjë për të ngrënë?" Ajo tha: "Nuk kam gjë tjetër përveç disa copave të bukës së tharë dhe më vjen turp t'i jap ato." Profeti i tha: "Silli ato." Ajo ja solli. Profeti i futi në ujë dhe i coptoi. Ajo solli krip. Profeti pyeti: "A ke ndonjë gjell?" Ajo tha: "O i dërguari i Allahut, nuk kam asgjë tjetër përveç pak uthulle." Profeti tha: "Sill më atë." Profeti e hodhi uthullën mbi bukë, hëngri prej saj dhe e lavdëroi Zotin e Madhërisëm. Pastaj tha: "Sa gjellë e mirë që nga uthulla, o Ummu Hani. Ajo shtëpi ku ka uthull nuk është e varfër." Pra, këto ishin standardet e mirënjohjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ne jetojmë në këto vende dhe përfitojmë nga begatitë të panumërta. Megjithatë, nuk e përmbushim të drejtën e mirënjohjes ndaj Allahut të lartësuar. Madje ndonjëherë disa ankohen edhe për gjëra shumë të vogla. U ankohen familjarëve se pse nuk sollën këtë apo atë gjë. Hazrat Muslim Audi, pra kalifi i dytë i xhamatit,
ka përshkruar në mënyrë shumë ndikuese gjendjen e atyre që janë mosmirnjohës si dhe gjendjen e mirënjohjes së sahabëve të profetit. Ai thotë: nëse ndonjëherë në trupin tuaj ka një rrobë të grisur, ju filloni të qani dhe thoni: sa e keqe është fati ynë që na ra të veshim një rrobë të grisur. Por kur sahabët merrnin një rrobë të grisur, përuleshin para Allahut të lartësuar, e përmendnin shpesh mirësinë që Zoti ua jepte dhe thoshin: sa rrobë e mirë është kjo që na e ka dhënë Zoti ynë. Hazret Musleh Maudi më tej thot: nëse pas 4 ditësh u jepe në një copë buke e thatë, sytë e tyre shkëlqenin nga gëzimi dhe thoshin: Elhamdulillah, Zoti na ka nderuar me mirësinë e tij. Kjo është arsyeja që copat e bukës së thatë u jepnin atyre atë dobi që juve nuk ju japin as pilafi dhe as gjella me mish. Duke u drejtuar antarëve të xhamatit, Hazrat Musleh Maudi thot se ato dobi që u jepnin sahabëve copat e bukës së thatë, juve nuk ju japin as pilafi dhe gjella me mish. Sot atij që i jepet pilafi e ha pilafin, por njëkohësisht në zemër i mbetet dëshira, sikur me pilafin të kishte edhe ëmbëlsirë. Atij që i jepet pilafi dhe ëmbëlsirë, edhe ai derdh lot gjaku dhe thot sikur me këtë ëmbëlsirë të kisha edhe akullore. Atij që i jepen thjerza qan për mish, atij që i jepet mish digjet nga dëshira për oriz. Në këtë mënyrë Hazret Musleh Maudi, pra kalifi i dytë i xhamatit, e ka shpjeguar me hollësi këtë gjendje. Sidoqoftë, ai thot: por si ishte gjendja e sahabëve të profetit, vallë. Nëse u jepe edhe një copë buke e thatë, ata thoshin: ne nuk ishim të denjë për këtë copë. Kjo është vetëm mirësia e Allahut që ai na e dha këtë. Rezultati ishte se një copë bukë e thatë u përshtate trupit të tyre, u krijonte vendosmëri të lartë, u zgjonte guxim të madh dhe u ashtonte edhe më shumë ndjenjen e mirënjohjes. Ditën e çlirimit të Mekës, kur mbaroi epoka e sundimit të arabëve idhujtar dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam hyri në Mekë me 10.000 njerëz të shenjtë, priesit e mëdhenj të Mekës, jeta e të cilëve kishte kaluar në armiqësi ndaj Islamit, u paraqiten para tij me kokë të ulur. Profeti sallallahu alaihi wasallam u shpalli: shkoni, sot nuk do t'ju bëhet asnjë qortim. Të gjithë jeni të lirë nga unë. Pasi bëri këtë shpallje, profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi në shtëpinë e Ummu Hanis. Këtu në tekst është shkruar Halla, por duket se është gabim shkrimi ose lapsus në rrëfim. Hazrat Ummu Hani ishte kushirira e profetit, siç u përmend më parë. Profeti shkoi tek ajo. Profeti e pyeti: a ka diçka për të ngrënë? Ajo tha: nuk ka asgjë për të ngrënë. Sikur të kisha do të ta shërbeja vet. Kam vetëm një bukë të thatë e cila ka disa ditë që qëndronte aty. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: mirë, sille atë. Kur ajo i asolli bukën, profeti tha: kjo bukë që ka shumë e mirë, dhe ti po mërzite shkot që nuk ke asgjë në shtëpi për të ngrënë. Pastaj ajo solli ujë. Profeti e njomi bukën me ujë, më pas pyeti: a ke ndonjë gjellë? Ajo i tha: nga të vinte gjella unë nuk kisha as bukë tjetër, për ndryshe do ta sillja, kam vetëm pak uthull, i tha. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: sa gjellë e mirë është uthulla. Ajo i solli uthullën, siç ju thash më herët, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e përdori me bukën e njomur dhe filloi ta hante. Hazrat kalifi i dytë i xhamatit thosë se i dërguari i Allahut e konsideroi edhe uthullën begati të Zotit dhe duke ngrënë me bukë të thatë e falenderoi Zotin për mirësinë e tij. Prandaj, në të vërtetë, ushqimi tretet kur njeriu është i gëzuar dhe ky gëzim i lind në zemër. Pra, kur ha qoftë një gjë të thjeshtë me gëzim, ajo krijon shumë forcë. Por nëse ha edhe gjën më të mirë, por mbetesh i mërzitur, ai ushqim nuk të jep forcë. Ai thot, njerëzit mendojnë
se duhet të kenë sa më shumë gjëra dhe se nuk kanë të mjaftueshme, ndërsa sahabët e profetit për çdo gjë mendonin se duhej të merrnin më pak, por morën më shumë. Mënyra e tyre e mirënjohjes ishte se edhe kur merrnin pak, thoshin, edhe kjo është shumë. Për këtë arsye, një copë buke u jepte atyre dobin që juve nuk ju japin as 10 pite. Pastaj Hazret Kalifi II radhiyallahu anhu thot, kjo ndodh sepse disa prej jush ende nuk e kanë shijuar ëmbëlsinë e imanit. Zemrat tuaja janë krejtësisht të pavetëdijshme për këtë të vërtet, se Zoti ju ka krijuar për një punë të madhe shpirtërore. Dhe ai që Zoti e krijon për revolucion dhe ndryshim shpirtëror, përballë tij edhe mbreti më i madh i botës është i pavlerë. Por në vend që ta kuptoni pozitën tuaj dhe të krijoni ndjenjen e drejtë të përgjegjësive tuaja, drejtoheni nga gjëra shumë të ulta, të vogla dhe të pavlera. Thoni nuk kam këtë, nuk e kam atë. Nëse nuk lind brenda jush kjo ndjenjë se për çfarë qëllimi ju ka krijuar Zoti, dhe nëse nuk e njihni gradën tuaj, çfarë pune do të bëni vallë? Zoti ju ka vendosur në një pozitë të tillë sa zemrat tuaja duhet të jenë gjithmonë plot gëzim e entuziazëm, dhe tek ju duhet të shihet vazhdimisht vetëdije, gjallëri dhe gatishmëri për punë. Nëse kjo gjë lind brenda jush, menjëherë do të krijohet tek ju një forcë e tillë saqë edhe ushqimi më i pakët do t'ju bëjë të aftë për punë. Pra, ky është një ilaç që në përgjithësi duhet ta përdor çdo ahmedian, sidomos ata që kanë më pak mundësi, por veçanërisht ata që kanë dedikuar jetën duhet ta përdorin për të rritur standardet e tyre të mirënjohjes. Kjo është shumë e nevojshme. Po kështu është e nevojshme që këtë ndjenjë ta krijojnë sa më shumë edhe tek bashortet dhe fëmijët e tyre, sepse qëllimi për të cilin ata që kanë dedikuar jetën është një qëllim shumë i madh. Për të arritur një qëllim të madh, duhet të ketë shembuj të njerëzve që e synojnë atë qëllim të madh. Ata shembuj duhet të jenë përpara syve dhe duhet përpiqemi të veprojmë sipas tyre. Vetëm atëherë mund të arrijë ai qëllim. Lidhur me atë se sa shumë profeti sallallahu alaihi wasallam i shpërblente sahabët me lutje për shërbimin dhe për kujdesjen e tyre, gjejmë këtë transmetim. Transmetohet nga Abu Qatadea. Ai tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju drejtua atyre dhe tha: "Do të ecni gjithë mbrëmjen dhe gjithë natën, dhe nesër inshallah do të arrini tek uji." Ata ishin në një udhtim. Njerëzit filluan të ecnin në atë mënyrë që askush nuk merre me tjetrin. Abu Qatadea tregon, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vazhdonte të ecte. Kur kaloi gjysma e natës, unë isha pranë tij. Profetin sallallahu alaihi wasallam e zuri pak dremitje dhe ai u anua në njërin anë mbi kafshën e tij të udhëtimit. Unë ju afrova dhe pa e zgjuar e mbështeta derisa u drejtua përsëri mbi kafshën e tij. Pastaj ai vazhdoi të ecte. Kur kishte kaluar pjesa më e madhe e natës, përsëri e zuri dremitja dhe u anua mbi kafshën e tij. Unë e mbështeta përsëri pa e zgjuar derisa u drejtua mbi kafshën e tij. Pastaj vazhduam të ecnim derisa erdhi pjesa e fundit e natës. Këtë herë profeti sallallahu alaihi wasallam u anua më shumë se 2 herët e mëparshme, aq sa gati po binte. Unë ju afrova dhe mbështeta. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam ngriti kokën dhe pyeti: "Kush është?" Abu Qatadea i thash. Profeti pyeti: "Që kur po ecën kështu pranë meje?" Unë thash: "Që prej natës po eci pranë teje." Profeti tha: "Allahu të ruajt, ashtu siç ti e ruajte profetin e tij." Profeti shprehu mirënjohje të jashtëzakonshme. Çfarë shembulli mirënjohjeje na la profeti sallallahu alaihi wasallam. Në një transmetim thuhet se Hazret Abu Umame radhiyallahu anhu transmeton që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Zoti im i madhërisëm më afroi që lugina e Mekës të më shndrohe në ar." E unë i thash:
O Zoti im, jo. Përkundrazi, dua që një ditë të jemi uritur dhe një ditë të jemi ngopur, që kur të jemi ngopur, të lavdëroj, të madhëroj dhe të falenderoj ty. Ndërsa kur të jemi uritur, të përulem para teje me përgjërim dhe të lutem ty. Transmetohet nga Hazret Abdullah bin Masudi. Ai thot se kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam pinte ujë, largohej nga ena dhe ujin e pinte me 3 frymarrje. Pra nuk e pinte të gjithë gotën me një frym, por e pinte ujin me 3 ndalesa. Në çdo frymarrje e lavdëronte Allahun dhe pas frymarrjes së fundit e falenderonte Allahun, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe kur merrni një glënk ujë, falenderojeni Allahun dhe lavdëroni atë. Kjo është mënyra e pirjes së ujit me mirënjohje. Edhe për shëndetin është e nevojshme që uji të mos pihet me një herë me një frym, por të pihet ngadalë me ndalesa pra. Në Buhari gjendet një transmetim i gjatë i Hazret Abu Hurairas. Ai thot: Betohem për Allahun përveç të cilit nuk ka të adhurueshëm tjetër. Ndonjëherë nga uria e madhe e mbështesja trupin në tokë për të qetësuar dhimbjen e stomakut. Ndonjëherë lidhja gur në bark për shkak të urisë. Ai thot se kjo nuk ishte çështje vetëm e një dite, por i ndodhte shpesh. Ai vijon, një ditë u ula në rrugën nga kalonin njerëzit. Gjendja ime ishte shumë e rëndë. Aty kaloi Ebu Bekri. E pyeta për një ajet nga Kurani i Shenjtë, nga libri i Allahut, rreth kujdesit ndaj të varfërve. Rrethet pra ajeti fliste për kujdesin ndaj të varfërve, rreth atyre që nuk lypnin, rreth të uriturve. Ai ma shpjegoi kuptimin dhe u largua. Pastaj kaloi Hazret Omeri, thot edhe ai ma shpjegoi kuptimin dhe u largua. Më pas kaloi pranë meje i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur më pa buzëqeshi dhe ma kuptoi gjendjen, duke më parë fytyrën. Ai tha: "O Ebahir." Pra, i drejtua Ebu Hurajrës. Tha: "O Ebahir." Unë thash: "Urdhëro o i dërguari i Allahut." Profeti tha: "Eja pas meje." Profeti shkoi në shtëpi dhe unë e ndoqa. Ai hyri brenda dhe më dha leje të hyja edhe unë. Brenda dhomës së tij ishte një tas me qumësht. Profeti pyeti familjarët: "Nga erdhi ky?" Ata thanë se ishte dërguar si dhuratë nga dikush. Pastaj profeti tha: "O Ebahir." Unë thash: "Urdhëro o i dërguari i Allahut." Profeti tha: "Shko te ehli Sufa dhe sillmi këtu." Ehli Sufa ishin ata njerëz që zakonisht rrinin të uritur dhe qëndronin jashtë. Njerëzit i merrnin ndonjëherë në shtëpitë e tyre dhe u jepnin ushqim. Ebu Hurajra thot: "Nuk më pëlqeu që profeti i thirrri ata. Mendova këtë pak qumësh që gjeta do të shpërndante, profeti do të shpërndante në të gjithë njerëzit e Sufas. Unë isha më i merituar të pija prej tij që të më kthehe pak fuqia, pra nga që isha shumë i uritur. Nëse ata vinin dhe profeti më urdhëronte t'u jepja, unë patjetër duhet t'u jepja. Pastaj nuk shpresoja se nga i qumësh do pëmbete diçka edhe mua." Këto ishin mendime që i përshkonin. Por nuk kishte rrugë tjetër përveç bindjes ndaj Allahut dhe të dërguarit e tij. Kështu Hazret Abu Hurajra shkoi te ta dhe i thirri. Ata erdhën dhe zunë vendet e tyre. Profeti tha: "O Ebahir." Unë thash: "Urdhëroi i dërguari i Allahut." Profeti tha: "Merr këtë, pra tasin, dhe jepu atyre." Hazret Abu Hurajra thot: "E mora tasin, ja jepja njërit, ai pinte derisa ngope. Pastaj ja jepja tjetrit, pastaj të tretit, kështu pinin me radhë derisa në fund u ktheva te profeti. Të gjithë ata që ishin ulur kishin pirë sa ishin ngopur." Profeti sallallahu alaihi wasallam e mori tasin, e vendosi mbi dorën e tij, më pa buzëqeshi dhe tha: "O Ebu Hurajra, urdhëro i dërguari i Allahut." I thash. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Unë dhe ti kemi mbetur." Unë thash: "Ke thënë të vërtetën o i dërguari i Allahut." Profeti tha: "Ulu dhe pi." Unë u ula dhe fillova të pija. Profeti tha: "Pi edhe më." Unë piva përsëri. Ai vazhdonte të thoshte: "Pi edhe më shumë." Në fund thash: "Jo më, betohem për atë Zot që të dërgoi me të vërtetën. Nuk gjej më vend ku ta çoj." U ngopa, tha. Profeti tha: "Ma jep tasin." Unë ja dhash tasin. Profeti spari falenderoi Allahun dhe
Edhe pse edhe ai ishte i uritur, ai e falenderoi Allahun, përmendi emrin e Allahut dhe pastaj piu qumshtin që kishte mbetur. Kjo ishte mirënjohja e tij. Për shkak të kësaj mirënjohje, Allahu i lartësuar vendosi një bereqet të tillë saqë të gjithë sahabët pinë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e piu ndërkohë që ishte i uritur deri më parë. Hazrat Aisha tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: kur dikush të bën nder, shpërbleje atë. Dhe kur nuk ke mundësi të shpërblesh, duhet ta përmendesh mirësinë e tij para njerëzve, sepse ai që e përmend mirësinë ka falendëruar. Ndërsa ai që shtiret sikur ka një madhështi në veten e tij, që në të vërtetë nuk e ka, është si ai që ka veshur 2 rroba gënjeshtre. Domethënë është kokë gënjeshtar. Në një transmetim thuhet se Aswad bin Wahab bin Abd Manaf bin Zuhra, daja i profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, kërkoi leje për të hyrë në shërbim të tij. Profeti tha: "O daja im, hyr brenda." Ai hyri dhe i dërguari i Allahut shtroi mantelin e tij për të dhe tha: "Ulu mbi të, sepse daja është në pozitën e babait." I tha profeti. Pastaj tha: "O daja im, kujt i bëhet në një mirësi dhe ai nuk e falenderon atë, të paktën le ta përmend atë mirësi, sepse kur ai e përmend, është sikur ta ketë falendëruar." Këtë aspekt të mirënjohjes e shohim në mënyrë të qartë edhe në vetë jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka shumë ngjarje që tregojnë se ai i kujtonte gjithmonë mirëbërësit e tij dhe i përmendte në çdo rast. Për shembull, Hazrat Hatija, bashortja e parë e nderuar e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti ajo bashortja e vlerësoi profetin në çdo hap dhe sillej me të me dashuri e mirësi të jashtëzakonshme. Ajo ishte një grua e pasur në Mekë. Kur u martua me profetin, ajo e vendosi gjithë pasurinë e saj në shërbim të profetit dhe i tha që ta përdorte si të dëshironte. Pas shpalljes së misionit profetik, Hazrat Hatija i qëndroi pranë profetit me sinqeritet dhe besnikëri të plot në çdo dhimbje dhe në çdo vështirësi, derisa ndroi jetë në vitin e 10 pas profetësisë. Profeti i nderuar sallallahu alaihi wasallam i kujtoi mirësitë e kësaj bashorteje besnike deri në frymën e fundit të jetës së tij dhe gjithmonë përmendte veprat e saj të mira. Aq shpesh e përmendte saqë bashortet e tjera të pastra të profetit ndjenin një farë xhelozie. Hazrat Aisha vetë tregon kur profeti përmente Hatijen, e lavdëronte atë dhe e lavdëronte shumë bukur. Një ditë, thot Aisha, u preka dhe i thash: "Pse vazhdon ta përmendesh atë plak, kur Allahu të ka dhënë bashorte më të mira se ajo?" Atëherë, profeti, paqja qoftë mbi të, tha: "Allahu nuk më ka dhënë asnjë bashorte më të mirë se ajo. Hatija më pranoi kur të tjerët më refuzuan, kur njerëzit më mohuan, ajo më besoi, kur njerëzit më privuan nga pasuria, ajo më ndihmoi me pasurinë e saj, dhe Allahu më dha fëmijë prej saj, ndërsa nga gratë e tjera nuk më dha fëmijë." Profeti i kujtoi shërbimet e saj gjatë gjithë jetës dhe vazhdimisht shprehte mirënjohje për të. Po kështu, profeti sallallahu alaihi wasallam shprehte mirënjohje të madhe edhe ndaj miqve të tij që e ndihmonin në çfarëdo mënyre. Një herë ndodhi një mosmarrveshje mes Hazrat Umerit dhe Hazrat Ebu Bekrit. Kur lajmi i saj arriti te i dërguari i Allahut, ai u kujtoi të tjerëve mirësitë e mëdha të Ebu Bekrit dhe i porositi sahabët të mos e lëndonin as pak. Në fund, të dy erdhën u paraqiten tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ebu Bekri ndjente se kishte bërë teprim ndaj Hazrat Omerit dhe kërkonte falje. Edhe Hazrat Omeri tha se ai kishte bërë teprim dhe kërkonte falje. Megjithatë, profeti nuk i kushtoi rëndësi fjalëve të Hazrat Omerit, por shprehu pa kënaqësi pse ishte debatuar me Hazrat Ebu Bekrin. Pastaj tha: "O Ebu Bekr,
Allahu të mbuloft me fjalën e tij, Allahu të mbuloft me faljen e tij dhe të falt. Më vonë, edhe Hazret Omeri u pendua dhe shkoi në shtëpinë e Hazret Ebu Bekrit. Kur ata ishin ulur bashk, profeti tha: "O njerëz, Allahu më dërgoi tek ju, por ju mu përgjigjet duke thënë ti gënjen." Ndërsa Ebu Bekri më tha: "Ke thënë të vërtetën." Ai më ndihmoi me jetën dhe pasurinë e tij. Profeti u tha: "A do ta lini pra shokun tim për hirin tim apo jo?" Pra, a do ta lini shokun tim që të mos mërzitet? Tha: "Vetëm të paktën për hatrin tim." Profeti e tha këtë 2 herë, thonë sahabët. Pas kësaj Hazret Ebu Bekrit jo vetëm që nuk i shkaktuan më ndonjë lëndim, madje të gjithë kujdeseshin gjithmonë për respektin e tij. Hazret Ebu Said Khudriu transmeton se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju drejtua njerëzve dhe tha: "Allahu i dha zgjedhje një robi të zgjidhte botën ose të zgjidhte atë bekim që gjendet tek Allahu. Ai rob zgjodhi bekimin që gjendet tek Allahu." Ebu Said Khudriu thot: "Kur dëgjoi këtë, Hazret Ebu Bekri filloi të qante. Ne u habitëm me të qarën e tij, sepse i dërguari i Allahut po përmente një rob të cilit i ishte dhënë mundësi zgjedhje, ndërsa Ebu Bekri po qante. Në të vërtetë, me robin në rrëfim nënkuptohe vet i dërguari i Allahut, të cilit i ishte dhënë kjo zgjedhje. Pra kjo mundësi zgjedhje. Rrëfimtari thotë se Hazret Ebu Bekri ishte më i dituri ndër sahabët për këtë. Prandaj qau, ai e kuptoi se Zoti i Madhërisëm po e thërriste profetin pranë vetes. Atëherë i dërguari i Allahut tha: "Nga të gjithë njerëzit, ai që më ka bërë më shumë mirësi me shoqërinë dhe pasurinë e tij është Ebu Bekri. Sikur të merrja dikë si mik të ngushtë përveç Zotit tim, do ta merrja Ebu Bekrin." Pra, Hazret Ebu Bekri e kuptoi që Allahu po e thërriste profetin në botën tjetër, pra drejt vetes. Dhe për këtë arsye po qante. Kur muslimanëve në Mekë ju shkaktuan lloj-lloj vuajtjesh, ata me lejen e Allahut emigruan drejt Abisinisë. Në atë kohë, mbreti i Abisinisë u dha strehim në vendin e tij, pra muslimanëve. I dërguari i Allahut e kujtoi gjithmonë këtë nder të mbretit Nejashi dhe në çdo rast e shprehu mirënjohjen ndaj tij me fjalët dhe me veprat e tij. Kur delegacioni i Nejashiut erdhi në shërbim të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë profeti u ngrit vetë për t'i pritur. Sahabët thanë: "O i dërguari i Allahut, ne jemi të mjaftueshëm për këtë shërbim." Profeti tha: "Ata i kishin mbajtur shokët tanë me shumë nderim dhe respekt. Unë dëshiroj ta shpërblej vetë mirësinë e tyre." Me të njëjtën ndjenjë mirënjohje, profeti sallallahu alaihi wasallam ja fali edhe namazin e xhenazes në mungesë mbretit Nejashi kur ai kishte ndruar jetë. Transmetohet nga Hazret Abu Huraira se kur profeti të nderuar i erdhi lajmi për vdekjen e Nejashiut, pra mbretit Abisinis, profeti ja fali namazin e xhenazes në mungesë. Sahabët u rreshtuan pas tij dhe profeti tha 4 tekbire, pra 4 herë tha Allahu Akbar. Në një transmetim tjetër gjejmë edhe mirënjohjen e profetit ndaj veprës së ensarve, pra të muslimanëve të Medinës. Në vitin e 13 të profetësisë, para hijretit, pra para mërgimit, 70 njerëz nga Medina bën bejat në dorën e profetit dhe u zotuan se kur profeti të vinte në Medinë, ata do ta mbronin ashtu siç mbronin veten e tyre. Në atë rast, një sahab ensar, pra një musliman i Medinës, tha: "O i dërguari i Allahut, kemi lidhje të vjetra me hebrejtë e Medinës. Duke të mbështetur ty, ka mundësi që të na ndërpriten ato lidhje. Mos ndodh që kur Allahu të jep fitore, ti të na lësh dhe të kthesh në Mekë." Profeti tha: "Jo, kjo nuk do të ndodh kurrë. Gjaku juaj do të jetë gjaku im, miqt
tuaj janë miqtë e mi dhe armiqtë tuaj janë armiqtë e mi. तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन. Transmetohet nga Hazrat Ibn Abbasi. Profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi në nevojtore dhe unë vendosa ujë për abdesin e tij. Profeti pyeti, kush e vendosi këtë? आपने पूछा ये Kur ja treguan, profeti sallallahu alaihi wasallam u lut për të dhe tha, Allahumma faqihu fi din, o Allah, jepi kuptim të thellë në fe. ए अल्लाह उसे दीन Profeti shprehte me njohje edhe për një shërbim të vogël. शुक्रगुजारी Në një transmetim thuhet se pas betejës së Hajberit, gjatë rrugës u realizua martesa e profetit me Hazret Safijen. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Natën e martesës, Hazret Abu Ayyub Halid bin Zaidi हजरत अबू अय्यूब qëndroi gjithë natën roje jashtë çadrës së profetit. रात भर Kur i dërguari Allahut u zgjua në mëngjes dhe pa se Abu Ayyubi ishte jashtë duke bërë roje, e pyeti, o Abu Ayyub, दे रहे a është diçka mirë? Çfarë ka ndodhur? खैरियत तो है क्या बात. O i dërguari Allahut, अर्ज किया या रसूल i thaj, kisha frikë për ty nga kjo grua, mos të shkaktonte ndonjë dëm. Në betejën e Hajberit ti kem poshtur baban e saj, burrin e saj dhe njerëzit e saj. Ajo sapo ka pranuar Islamin, prandaj më lindi frikë për ty prej saj. Rëfimtari thot se duke parë sinqeritetin e tij, profeti u lut për të, o Allah, ruaje Abu Ayyubin ashtu siç ai më ruajtu mua gjatë gjithë natës. इखलास देखकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की कि ए अल्लाह तू अबू अय्यूब की इसी तरह हिफाजत Mutim bin उसने रात Adi भर हिफाजत की. ishte ai që kishte shqyer dokumentin mizor të Kurejshve dhe kur profeti sallallahu alaihi wasallam u kthye nga Taifi, और ताइफ e morin në mbrojtjen e tij dhe e futin në Mekë. लेकर Kur robrit e Bedrit u sollën para profetit, चुनाचे जब बदर के ai përmendi mirësitë e mutimit. Në një transmetim, Muhammed bin Jubair përcjell nga babai i tij, Hazrat Jubair bin Mutim, se profeti tha për robrit e Bedrit, से रवायत की sikur Mutim bin Adi të ishte e gjallë कैदियों की नस्ल dhe të ndërmjetësonte tek unë për këta të ligj, për këta njerëz të ligj, do t'i liroja për hir të tij. सिफारिश करते तो मैं उनकी खातिर Edhe Hazrat Mirza Bashir Ahmed e ka shkruar këtë ngjarje në librin e tij. Pasi e përmend, ai shkruan se Mutimi ishte i dhujtar, i vendosur dhe në atë gjendje vdiq, por në natyrën e tij kishte fisnikëri. लेकिन तबीयत में शराफत का Dokumentin mizor të Kurejshve, कुरैश का për shkak të cilit muslimanët ishin rrethuar në Shaib Abi Talib, मासूर थे e kishte shqyer pikërisht Mutimi. चाक किया Edhe kur profeti u kthye nga Taifi, ishte Mutimi, ai që e mori në mbrojtjen e tij, pra e mori ndore dhe e futi në Mekë. Ishte kuptimi, ishte kujtimi i kësaj mirësie që e preku profetin dhe e bëri të thoshte këtë fjalë. Në të vërtetë, kjo ishte një cilësi e dallueshme e profetit sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që dikush sille mirë me të, एक नुमाया qofte edhe pak, ai nuk e haronte kur mirësinë e tij. जरा सा भी नेक सलूक करता Profeti gjithmonë dëshironte që të jepe mundësia ta shprehte në vepër mirënjohjen për atë mirësi. उसके एहसान का Nuk ishte si njerëzit e kësaj bote që pasi ja kthejnë një herë dikujt një të mirë, thonë, mbaroi, tani ja shleva borxhin e mirësisë. Përkundrazi, profeti përpiqe gjatë gjithë jetës ta shpërblente mirësinë e tjetrit ose të paktën ta përmente atë vazhdimisht. उसका एहसान उतारने की कोशिश फरमाते. Abdullah bin Abi Rabia Makhzumi transmeton nga babai i tij dhe ai nga gjyshi i tij se kur profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi për betejën e Hunenit, mori prej tij 30 ose 40 moneza si borxh. तो उनसे 30 या 40 हजार कर्ज लिया गया, Kur profeti u kthye nga Huneni, ja shleu atë borxh. अदा कर दिया. फिर नबी Pastaj profeti i tha, Allahu të dhënë bereqet në familjen tënde dhe në pasurinë tënde. में बरकत डाले. Shpërblimi i pasurisë dhe i borxhit është lyerja e plot dhe lavdërimi, domethënë edhe falënderimi i atij që të ka dhënë borxh është i domosdoshëm. Hazrat Amr bin Akhtabi tregon, një herë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kërkoi ujë. Unë i solla ujë në një enë. Në të kishte një qime dhe unë e hoqa atë qime. इसमें एक बात Ishte një gjë shumë e vogël. Pastaj ja paraqita enën profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti tha, Allahumma jammilhu, pra u lut për të. Tha, o Allah, bëje të bukur. कि अल्लाह
Nuk kishte asnjë rast, qoftë edhe shumë i vogël, në të cilin profeti të mos falenderonte personin që ndihmonte sadopak. Rrëfimtari thotë se më vonë të tjerët kanë dëshmuar ndikimin e kësaj lutje të profetit tek Hazret Amr bin Akhtabi, i cili jetoi 93 vjet dhe në flokët e kokës e në mjekrën e tij nuk kishte as pak thinja. Po kështu, në një transmetim tjetër, Katadeja tregon, e dëgjova Hazret Enesin duke thënë se Hazret Sulaimi i tha profetit, Enesi e shërbyesi yt, o i dërguari i Allahut. Atëherë profeti u lut për Enesin, o Allah, shtoja pasurinë dhe fëmijët dhe vendos bereqet për të në atë që i ke dhënë. Për përmbushjen e kësaj lutje, Hazret Enesi vet thot, betohem për Allahun. Thot, betohem për Allahun, pasuria ime është shumë e madhe dhe numri i fëmijëve dhe i nipërve të mi sot arrin pothuajse në 100. Transmetohet nga Hazret Jabiri se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke këshilluar tha, kujt i bëhet në një mirësi dhe ai e përmend atë, ai e ka falendëruar. Ndërsa kush e fsheh atë, ai është treguar mosmirënjohës. Transmetohet nga Hazret Aisha se profeti sallallahu alaihi wasallam pranonte dhurata dhe jepte edhe shpërblim për to. Hazret Jabir bin Abdullah tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, kujt i jepet ndonjë dhuratë, nëse ka mundësi, le ta shpërblej atë dhuratë. Nëse nuk ka mundësi, le ta lavdëroj atë që ja dha, sepse ai që e lavdëron e ka falendëruar. Ndërsa ai që e fsheh ka treguar mosmirënjohje. Këto janë ato virtyte themelore që janë shumë të nevojshme për të krijuar dashuri dhe tolerancë në shoqëri. Transmetohet nga Hazret Abu Huraira se një beduin i solli të dërguarit të Allahut një deve si dhuratë. Profeti ja ktheu atë dhuratë duke i dhënë 6 deve. Transmetohet nga Hazret Abu Huraira se një person erdhi në shërbim të profetit dhe kërkoi ndihmë prej tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mori hua gjysmë vasak drith. Vasak, domethënë gjysmë vasak do të thotë afërsisht rreth 80 kg. Dhe ja dha atij. Më vonë, personi që kishte dhënë hua erdhi për ta kërkuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam atij i dha një vasak të plot, pra 160 kg dhe tha, gjysma është për shlyerjen e borxhit, ndërsa gjysma tjetër është dhuratë për ty. Kjo ishte në shenjë mirënjohje. Transmetohet nga Hazret Abu Hindi se Temim bin Aus Dariu solli nga Shami në Medinë llamba vaj, vajulliri dhe litar të përdredhur. Kur arriti në Medinë, qelloi nata e së premtës. Ai e urdhëroi shërbyesin e tij të përgatiste litarët. Pastaj në xhaminë e profetit u varën llambat, u hodh vaj në to dhe u vendosën fitilat. Kur perëndoi dielli, Temimi e urdhëroi shërbyesin t'i ndiste ato. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam erdhi në xhami dhe pa se xhamia ishte ndriçuar me ato llamba. Ai u gëzua shumë dhe kur e pa këtë, pyeti, kush e ka bërë këtë? Njerëzit i thanë, o i dërguari i Allahut, e ka bërë Temim Dariu. Profeti u lut për të dhe tha, ti e ndriçove Islamin, Allahu të ndriçoft në këtë botë dhe në ahiret. Pastaj tha, sikur të kisha ndonjë vajzë, do ta martoja me ty. Pra, profeti e vlerësoi aq shumë këtë veprim të tij sepse ai kishte ndriçuar xhamin. Transmetohet nga Hazret Aisha se profeti sallallahu alaihi wasallam qëndronte aq gjatë në namaz natën saqë këmbët i qaheshin. Duke parë këtë, Hazret Aisha tha, o i dërguari i Allahut, pse vepron kështu? Kur Allahu të ka ruajtur nga gjunahet e mëparshme dhe të mëvonshme. Profeti tha, o Aisha, a nuk duhet të dëshiroj të bëhem rob mirënjohës? Kur trupi i profetit u bë më i rënd, kështu është shkruar këtu, ose ndoshta kur kishte ndonjë vështirësi në këmbë gjatë qëndrimit në namaz, ai fale edhe ulur. Megjithatë, kur fale ulur, pjesën e qëndrimit, pra surën El-Fatiha dhe suret e tjera i lexonte ulur, por kur dëshironte të bënte rukun, ngrihe në këmbë dhe pastaj e kryente rukun.
ata u transmeton se një herë ai shkoi në shërbim të Hazrat Aishës bashkë me Ibn Umerin dhe Ubejdullah bin Umerin. Ai thot, unë i thash Aishës, nënës së besimtarve, më trego ndonjë gjë shumë të veçantë që ke parë tek i dërguari i Allahut. Me të kujtuar profetin, Hazrat Aisha u mallëngjye shumë dhe filloi të qante. Pastaj tha, çdo veprim i profetit ishte i veçantë. Hazrat Aisha vion, një herë ndodhi që profeti erdhi natën tek unë dhe u shtri pranë meje në shtrat. Pastaj tha, o Aisha, a më lejon sonte të adhuroj Zotin tim? Unë thash, pasha Zotin, mua më pëlqen edhe dëshira jote, por edhe afërsia jote, nga ana ime ke leje. Atëherë profeti u ngrit, mori abdes nga ibriku i ujit dhe u vendos në namaz. Në namaz qau aq shumë sa lotët i binin mbi gjoks. Pas namazit, u ul i mbështetur nga ana e djathtë me dorën e djathtë në faqen e djathtë dhe filloi të qante përsëri derisa lotët i pikuan në tokë. Pas ezanit të sabahut, erdhi Bilali. Kur e pa profetin duke qarë dhe duke u përgjëruar në atë gjendje, tha, o i dërguari i Allahut, përse qanë kaq shumë? Kur Allahu i lartësuar të ka mbuluar e të ka falur çdo gabim, të mëparshëm dhe të mëvonshëm. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, atë mos bëhem rob mirënjohës i Allahut dhe përse të mos qaj kur sonte Zoti im më ka zbritur këto vargje, këto ajete, dhe ato ishin ajete të surës Ali Imran, që janë këto: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Dhe përkthimi i këtyre ajeteve është: padyshim në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndërimin e natës e të ditës ka shenja për të mençurit, ata që kujtojnë Allahun në këmbë ulur dhe kur janë shtrirë në ijet e tyre dhe thellohen në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe luten, o Zoti ynë, këto nuk i ke krijuar kot. Ti je i shenjtë, andaj na shpëto nga ndëshkimi i zjarrit. Prandaj, pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha, për atë që i lexon këto ajete, por nuk mediton mbi to, pra tha, për një njeri që i lexon këto ajete dhe nuk mediton mbi to, tha, mirë ai që i lexon këto ajete por nuk mendon thellë mbi to. Duke shpjeguar këtë hadith, Hazrat Musleh Maudi, kalifi i dytë i xhamatit radhiyallahu anhu, thot në një vend, fjalët arabe të profetit ishin afala akunu abdan shakura, domethënë a nuk duhet të bëhem rob mirënjohës. Pra o Aisha, a është vetëm Zoti ai që duhet të tregoj mirësi? A nuk është detyrë edhe e robit që ti përmbush përgjegjësitë e veta? Nëse edhe një njeri si i dërguari i Allahut, pavarësisht të gjitha sakrificave që bëri dhe pavarësisht bollëkut të ndjenjave të dashurisë që ai kishte për Allahun e lartësuar, kishte nevojë të ngrihe natën dhe të qëndronte për aq gjatë para Allahut të Madhërisëm, saqë këmbët i enjteshin, të adhuronte ditën dhe ta bënte jetën e tij gjithnjë e më të aftë për të takuar me Allahun, atëherë cili njeri mund ta quaj veten të lirë nga këto përgjegjësi? Edhe Hazrat Mesihu i premtuar alayhis salam komenton për këtë duke thënë, profeti sallallahu alaihi wasallam qante aq shumë në namaze dhe qëndronte aq gjatë saqë këmbët i enjteshin. Sahabët i thanë, Allahu i lartësuar të ka falur të gjitha gabimet, atëherë përse gjithë kjo mundim dhe gjithë ky vaj? Profeti tha, atë mos bëhem rob mirënjohës i Zotit? Kjo gjendje e profetit sallallahu alaihi wasallam kërkon prej nesh që duke qenë mirënjohës për begatit e Zotit të Madhërisëm, ta çojmë mirënjohjen tonë në shkallën më të lartë. Mirënjohja nuk do të thotë të mbetesh diku e të mos veprosh më,
Mirënjohja kërkon përparim edhe më të madh në vepra. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në standardin më të lartë të takvas, të druajtjes ndaj Zotit, të devotshmërisë. Prandaj ai arriti edhe standardin më të lartë të qenit rob mirënjohës. Njëkohësisht, ai na porositi edhe ne që të bëhemi robër mirënjohës të Allahut. Nëse duam të përmbushim të drejtën e të qenit robër të vërtetë të Allahut, atëherë sa më shumë Allahu i lartësuar të zbres bekime mbi ne, aq më shumë duhet t'i ngrejmë standardet e adhurimit dhe të mirënjohjes. Bekimet e Allahut nuk duhet të sillin plogështi, përkundrazi, ato duhet të na çojnë gjithnjë më përpara në adhurim dhe mirënjohje. Prandaj, për sa kohë do të veprojmë sipas kësaj recete, do të vazhdojmë të kalojmë shkallët e përparimit si individualisht, ashtu edhe bashkërisht inshallah. Hazrat Musleh Maudi, pra kalifi i dytë i xhamatit, duke e shpjeguar më tej këtë çështje, thot në një vend se i paditur është ai që thot përmend një shprehje perse, karam hai tumara kard gustah, domethënë mirësitë tua, duke u drejtuar Zotit, ai thot, poeti thot, mirësitë tua më bën të guximshëm në mosbindje. Pra poeti i thot Allahut se mirësitë e tij, mirësitë e Zotit e bën të guximshëm në sjellje mosbindje. Në vend që të bëhej mirënjohës, ai u bë i pabindur. Kalifi i dytë thot se por kjo është e gabuar. Mirësitë e Zotit nuk e bëjnë njeriu të pabindur dhe kryengritjes. Përkundrazi, ato e bëjnë edhe më mirënjohës dhe më të bindur. Prandaj tha, ju duhet të bëheni më mirënjohës se më parë, sepse Allahu i lartësuar thot, la in shakartum la azidannakum. Nëse falenderoni, Allahu thot, unë patjetër do t'i shtoj. Allahu i madhrishëm na bëft mirënjohës të vërtet, na bëft adhurues të vërtet të tij, dhe na mundsof që të vazhdojmë gjithmonë të marrim bekimet e tij. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر